Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar pak një moment shumë të bukur. Ka ardhur momenti që të bëhet dasma në Big Brother VIP Albania. Një traditë që në fakt po bëhet çdo vit. Tani, që nga momenti Luizit dhe Kiarës, në fakt ato ishin një çift i vërtet. Ato ishin një çift që vërtet prej asaj dasme nisën rrugtimin e bukur të tyre të dashurisë. A ndikon dasma në dashuri? Me patjetër që ndikon. A ndikon dasma në emocione? Me patjetër që ndikon, sepse vllau i madh dasmën e bën aq reale, sa që në të vërtetë duket sikur ti po martohesh, dhe do të thënë banorët e përjetojnë sikur të jetë dita e tyre e martesës. Në shtëpi ka nisur bisedat, ka nisur përzgjedhjet, do të thënë janë 3 çifte në fakt që janë përzgjedhur, Juela dhe Stenaldo si çifti i parë, banorët duhet të votojnë se për kë në fakt duhet të përzgjedhet. Brikena dhe Mateo në fakt është çifti i dytë dhe çifti i tretë është Gimbo dhe Selin. Do të thënë këto janë çiftet në fakt që janë të propozuar nga banorët për të përzgjedhur në shtëpinë, për të përzgjedhur për të martuar në shtëpinë e Big Brotherit. Por njëkohësisht edhe publiku vendos se cili dëshiron që të jetë çifti. Tani çfarë ndodh? Brikena u pyet nga Mateo nëse dëshiron që ta realizojnë këtë dasëm, edhe pse në të vërtet nuk është një dasëm e vërtet, është dasëm fiktive, por vllau i madh realizon që të duket po aq e vërtet. Por si që duket Brikena, edhe në kuadër të lojës, do me thënë, nuk lëshon pe në këtë rrugtim. E shoh pak Mateon të mërzitur, sepse Mateo e ndjen që nuk do ta realizon këtë gjën, sepse unë e di që banorët do të votojnë më së shumti për Brikenën dhe për Mateon, sepse banorët duan ballafaqime, duan, do me thënë, të shohin te Brikena dhe Mateo konflikte. Por si që duket Brikena është e prerë, pa marrë parasysh se sa të votohet, është e prerë që nuk do t'jetë nusja e këtij vitit. Në anën tjetër, Gimbo është duke e kërkuar jashtëzakonisht shumë me Selin, këtë moment, këtë ndjenjë, do me thënë Selina nuk është se e kundërshton, Selina është shumë dakord që të martohet me Gimbon, është shumë dakord që të bëhet dasma, sepse Selina është lojtare dhe e dije që kjo gjëja edhe do të suporton të publiku, sepse dasma nuk është kotë, do me thënë banorët të cilët do të përzgjidhen si çifti që publiku do ta vendos realisht, se në qoftë se publiku voton më së shumti për Mateon dhe Brikenën, që unë e di në fakt që publiku do të voton për Mateon dhe për Brikenën, Brikena nuk mund ta kundërshton publikun, por Brikena mund të jetë edhe aq kokfor që ti thotë nuk dua, pa marrë parasysh se çfarë të vendos publiku. Por në anën tjetër mund të jetë edhe ky fakti që Brikena është duke e logjikuar që thotë unë të them që nuk dua, se po të them dua do të dalë në kundërshtim me fjalët e mia, por të them nuk dua dhe le ta vendos publiku që unë të jem nuse. Dhe për hatër të publikut, unë do të them që do ta bëj për hatër të publikut të mos ta kundërshtoj publikun tim. Në pjesën tjetër, Selina është krejtësisht dakord, sepse Selina e di shumë mirë që momentin që do të jetë nuse, do të jetë në qendër të vëmendjes, do të thënë kjo gjëja do ta suporton jashtëzakonisht shumë, do ta pozicionon në një kënd të bukur në lojë dhe aty ndoshta do të nisen edhe rrugtimi i bukur i dashurisë së tyre, sepse në fakt Selin mundohet maksimum që të jetë afër Gimbos, por edhe Gimbo mundohet maksimum që të jetë afër Selin. Do me thënë janë konkretisht janë 2 çifte, është Selin dhe Gimbo dhe Mateo dhe Brikena, do me thënë Juela dhe Stenaldo nuk janë shumë, por do me thënë këto të dy janë si çiftet më konkret për të realizuar këtë dasëm që do të ndodhen me patjetër pas të shtunës, kuptohet, në shtëpinë e Big Brotherit, do me thënë do të jetë një dasëm me të gjitha traditat, ku nusja do të vishet me fustanin e bardhë, një fustan i bardhë që do të vjen enka si punuar, do me thënë për atë natë, si që erdhi për Kiara Tito, nëse mbani mend, ishte fustani personalizuar me emrin e Kiarës.
do me thënë dhëndri që mund tjetë Mateo dhe Gimbo do të vishen me kostume e tjere. Tani, e shoh që Selina dhe Gimbo kanë filluar të jenë shumë të emocionuar. Po e përjetojnë pa fund këtë momentin, po kënaqen në fakt në këtë momentin, presin moment në moment që vllau i madh ju thot që po ju jeni çifti dhe në fakt duke e parë këtë qëndrimin të Brikenës, e shikoj që do ta fiton Gimbo dhe Selin. Në fakt, më duket pak e çuditshme Brikena për këto prerjet e saj që i ka të menjëhershme, ç'të keq e ka në qoftë se do ta bënte një moment fiktiv, pse nuk ulet edhe ta logjikon se sa shumë do t'i ndihmonte kjo dasëm, që Brikena një herë dhe përgjithmonë t'ju mbyllte gojën banorëve dhe të poziciononte veten e saj brenda asaj shtëpie, sepse mendoj që në qoftë se Mateo dhe Brikena nuk do të arrijnë që të martohen në mënyrë fiktive me njëri tjetrin, kjo gjëja do të ndikon në shpirtërisht e Mateo dhe ndoshta një zemër e thyer, ndoshta edhe mund të fillojnë që të ftohen me njëri tjetrin. Më thënë, Brikena është shumë kontradiktore me veten. Në njërin anë mundohet që ta ndihmon Mateon, i qëndron pranë kur Mateo ka debatet më të forta, ja siç në fakt kishte që parë, do me thënë Brikena i qëndrojti pranë, e ngushëllojti në një farë mënyre, i jepte ushqim, ja mbante dorën që ai të mos shqetësohet, të mos mërzitet, por do me thënë e ka shumë të vështirë të merr vendimin për të bërë një gjë fiktive, që në fund të ditës është një moment që duhet të kënaqet i gjithë publiku. Dhe unë mendoj banorët të cilët janë të preferuar shumë, si në këtë rast, do me thënë që është Mateo dhe Brikena, duhet pak të jenë pak më atraktiv për publikun, do me thënë, duhet t'ia japin publikun atë energjinë e bukur, duhet t'ia japin publikun atë dashurinë që realisht publiku është duke dhënë për ato aty brenda. Dhe mendoj nuk ka asnjë gjë të keqe nëse kjo dasëm ndodhen. Nuk do të thotë që dasma do të përcakton përzgjedhjen e zemrës së Brikenës, se çfarë Brikena të vendosë në zemrën e saj. Ndërsa nga ana tjetër, do me thënë Selin më duket pak do me thënë më e kapshme për lojën, është më e qartë në ndjesitë e saj, është më e qartë në mendimet e saj dhe këto mendime në fakt e bëjnë Selin që të jetë më së shumti në qendër të vëmendjes. Tani do të jetë fati ai i cili do të vendosë se kush nga banorët do të përzgjidhet si çifti i këtij reality show. Mendoj që produksioni do të shkon një herë pikë pari, do me thënë me Brikenën dhe Mateon, më pas do me thënë nëpërmjet Brikenës dhe Mateos, në qoftë se nuk do të arrijnë që ta bindin Brikenën edhe në dhomën e rrëfimit që do të jetë nuse, sepse kurreshtja është më e madhe për ta parë Brikenën dhe Mateon, jo Selinën dhe Gimbon, mendoj që Brikena dhe Mateo do fillojnë të kenë disa konflikte, ku më pas do me thënë Selin dhe Gimbo mund të jenë çifti i cili do të na fasionojnë në atë dasëm të bukur, një dasëm që realisht do të jetë e përkushtuar vetëm për këto të dy. Dua të marr mendimin tuaj, kë ju dëshironi ta shikoni si çiftin që do të martohet.